You gotta shake that. Take a tambourine, go and get yourself a whistle. Take a tambourine, go and get yourself a whistle. 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 They be watching while we wiggle around, look at them drooling. They ain't used to the sound, I keep on moving on my legs. Put your hands in the air, it's all right now. We gon' keep you up on your feet the whole night now. Pop them bottles, yeah, drink that up, man. Got you feeling crazy, well, that was the plan. They was waiting for me, wasn't ready for this. He got the game sold up, no one talking about Swiss. So yeah, I know you wanna fight it, but why would you try? We got them shaking everything from the hood to Dubai. Viti I parë gjimnaste pas Europe. 1, 2, 3, everybody. Get low, then pick up, get your hands in the air, it's a stick up, shake your tambourines, move it quicker, yeah, I'm shaking down the town, get the picture, how I'm moving on the floor, gotta love that, how she keep it going on, gotta love that, to the beat like a pro, know you love that, she can shake it to the flow, gotta love that. Përshëndetje, jemi grupi Just Seven nga Pogradeci. Ky është një lloj kërcimi, natyrisht është jashtë natyrësime, po mua më rëmben energjia e moshës, sepse kështu më pëlqen. Jeni energjik, plot dashuri dhe pasion. Mund të kishte probleme të sinkronit, po nuk e di, mbase mund mos ketë edhe sinkron ky lloj kërcimi. Unë doja që nëpërmjet jush, sepse më pëlqen jashtëzakonisht që ju jeni si motiv që të bëni bashkë, të kërceni, dhe kjo për mua është një vepër e bukur, jo vetëm artistike, por dhe njerëzore. Unë po e them tani me fjalë në fund, po. Shumë faleminderit. Me njëherë në fillim do t'ju them po. Faleminderit. Që të heq presionin nga ju. Kam vetëm një dyshim të vogël, të keni më shumë fokus të energjia se sa tek teknika. Po sa qërisht goca e gjatë. Ne gjatët fokusohemi. Sepse në momentin që ka shumë energji dhe përjetohet, po dhe zgjedhja muzikore ishte shumë e bukur. Në momentin që përjetohet muzika, ritmi, e tjera, teknika vije vetë pasaj. Edhe gabimet e vogla justifikohen kur ka energji të mirë, kështu që më shumë energji. Historiku i racës njerëzore është karakterizuar mbi bazën e revolucioneve, mbi ato të cilat kanë bërë diferencën dhe i kanë dhënë një hovë tjetër njerëzimit. Kjo që parë sot është një mediokritet në krahasim me atë. Unë mendoj që secili prej nesh duhet të përfaqësojë atë që ka për brenda dhe ka genetikisht për brenda. Juve dëgjova që vini nga Pogradeci, dhe Pogradeci ka qenë një epiqendër kulturore e shumë kulturave të ndryshme të cilat të Orientit apo dhe të Perëndimit. Mendoj që ka aq shumë traditë folklorike sa që juve Just Seven, juve vetëm të shtatët mund të kishit bërë një lloj performance ose një përfaqësi tjetër. Unë nuk di që Pogradecit ketë geto që ju të përfaqësoni me të gjithë këtë që ju bët sot, kështu që nga mua sot është një jo.
Po çfarë lidhje ka? Çfarë lidhje ka? Mund të jetë nga Pogradeci dhe Unë mendoj që neve Adelin, Se? përkatësisht Se me po- që jemi se në po një skenë kufizohesh. talentesh, unë nuk kufizohem. Unë mendoj që një njeri në jetë, sa më shpejt ta kuptoj dhe të marri vesh rrugën që do të bëj në jetë, aq më mirë është. Ore, Kastro, Mendoj që ti- gjenetikisht ne Po. përfaqësojmë origjinën Do tonë. me thënë, Origjina ata- jonë. ata- Në fund të fundit, Kur të vini këtu do vinin me Koran. Unë nuk kënaqem dot me atë që thatë ju që vetëm energjia. Vetëm energjia nuk mjafton. Vetëm energjia pak, nuk mundem të mjafton. flas pak diçka Dhe të vetme. energji- Një gjë. Pjesa që përmendej që do kishim sjell diçka më të bukur, po thjesht jemi grup që punojnë vetë tek e fundit. Shumë mirë bëni. Po, jemi grup që punojnë vetë tek e fundit dhe Shumë mirë bëni. është pasioni dhe dëshira që kemi ne për ta bërë këtë gjë dhe Dgjoj. prandaj dhe vendosëm që të vim këtu. U mendoj, dale, hajde ktheuni. Jo Ktheuni. kështu, jo kështu. Ktheuni. Jo kështu. E mirë, me që nuk u kthyet, po ju them unë çfarë gjërat. Shfaqja më mediokre e hip-hopit që kam parë, pra, në Albania's Got Talent. Kaq. Okej. Kjo e fundit që bën, që dolën kështu nga skena në mënyrë demonstrative, Po. mu do më bënte që t'i jap 3 herë jo. Okej. Mendova Sepse- se do më thojë të kundërtën. Jo. Do të më bënte që të jap 3 herë jo, sepse është arrogancë, është mos edukat, gjë që nuk guxon ta ketë një artist. Absolutisht. Shumë mirë. Ata nuk na përçmojnë neve, ata përçmojnë shikuesin, ata përçmojnë publikun në sallë, ata përçmojnë çdo shpirt të gjallë këtu. Është e vërtet. Dhe kjo nuk lejohet absolutisht në asnjë skenë. Është e vërtet. Leksione, provim. Qa u tha që s'na pëlqeu? Edhe s'më ta kem pëlqyer, por ne bërëm tonën. Okej. Paktën të vlerësoni faktin që kemi marrë vetë iniciativën, jemi të pavarur. Por gjithsesi. Mua më vjen shumë mirë. E di çfarë do bëjmë ne? Do kthehemi me kuriz. Kthehemi gjithë me kuriz. Okej. Kthehemi gjithë me kuriz. Dhe thoni faleminderit. Nëse më lejohet me ndryshu mendim, unë do ta ndryshoja. Nuk e di jam lejohet, mirë po Lejohet. provoj.